Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Ne po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut mënduar në ndajën tonë dhe me meditime dhe përvojat e Ibn Qayyimit të regjistruar në librin e tij Al-Fawaid. Kemi thënë se ky libër është një libër i cili nuk ndjek një metodologi të caktuar që në kuptimin e radhjes së kapitulleve, temave kështu me radhë, por janë regjistrime të mendimeve të kopashme që Ibn Qayyimi ka regjistruar dhe i ka përmbledhur në një libër. Dhe nga njëra, Ibn Qayyim rahimullah, një kapitull e ka për një temë caktuar, që kemi pas rast me i marë zakonisht, po nga një mërëna kapitulli, dëmohon, janë disa paragrafe me dobi të ndryshme, që padyshim janë të dobishme. Nga njëra, Ibn Qayyim rahimullah përmend në këtë libër, sikur që kemi pas rast me dëgju, përvojat e tij, meditimet e tij, po ka edhe rregullat që ai ka kuptuar se çështu funksionon dunjaja, apo çështu funksionojnë gjërat në raport me Allahun te barekuhu teala, çështu funksionon formimi, ndërtimi i besimtarit, e që këto rregulla nuk janë thjesht meditimet e tij dhe konkluza, po janë arritje pas leximit të përvojës së gjatë. Kështu që nuk është lehtë, më thonë, e ku e ka gjetë këtë, e ku e ka marrë këtë. Për shkak se një autoritet si Ibn Qayyim rahimullah është vështirë të kontestohet konkluza e tij. Po them që është i pagabueshëm larg asaj, por konstatimet e tij është vështirë me i kontestuar dhe me i rrëzu. Për faktin se, domethënë, një njeri me atë diapazon kaq të gjerë të dijes, kur mediton e kur ai gjithë ato i lëviz në shërbim të një kuptimi, padyshim që legitimiteti është kogja i garantuar. Është e njohur që Ibn Qayyim rahimullah ka raste kur libra të tëra me tema shumë serioze i ka shkruar nga mendja e tij komplet. Nga, domthonë, hifzi i tij komplet, sikur se libri Zadul Ma'ad, libër domthonë që i ka përmbledh biografinë e pejgamberit sa jo vetëm rrëfimet, po fikun e jetës së pejgamberit sa që është shumë vështirë me përmend, me mos pajtime me mesele të shumta, edhe ne ka shkuar në rrugën për haxh. E me pa pas në iPad, në tab caktuar, i ka libra thotë njëri, por kur s'ka pas me veti, këtë ka qenë kokën e tij, edhe kjo më shkruaj padyshim çështje e madhe. Libri i tij Miftah Darus Saada, libër i mrekullueshëm. Don sinqerisht mahnetës e ka shumë itikaf në Ramazan apo për shembull, e tjera për shembull. Këto sene kur njëri me gjithë këtë diapazon të dijes bën konstatime të tilla, më që duhet më marr kogja seriozisht. Pse po e them kët? E kam thonë herave të tjera, po pse po e them këtë hyrje sot këtu, për faktin se sonte kapitulli nuk është një temë, po kapitulli është një varg rregullash për temat të caktuara të rëndësishme që Ibn Qayyim rahimullah i ka përmendur. Pra janë të shkurta, por sinqerisht konsiderohet janë shumë përmbajtësore. Janë shumë të ngjeshura në aspektin kuptimor që Ibn Qayyim rahimullah i ka përmendur lidhur me çështjet madhore. Çështje të rëndësishme që janë tema prioritare në jetën tonë. Ka tema tjera, po këto i ka përmendur disa që unë i kom një lloj përzgjedhje, realisht që mos më u defokusu pastaj në tema tjera. Ose në kapitullin që i ka përmendur këto çështje janë disa rregulla tjera. Po ne kom për 4-5 për shkak të edhe rëndësisë, për shkak të lehtësimit të fokusimit. Kështu që sonte do të jemi me disa, me thonë, rregulla të rëndësishme, të themi me standarde të domosdoshme, të themi gjithashtu me udhëzime praktike për temat e caktuara. Gjitha këto mund të jenë titull për atë që kena me marrë. Po më rëndësi është se nuk është thjesht meditim, por është domthonë rregull. Edhe ti me të vërtetë këtë që kam lezuar merr rregull. Për çet temë që ky është rregulli. Për çet problem që ky është çelësi. Për çet arritje që ky është rruga. Që ka pranë Ibn Qayyim rahimullah. Një tema e parë që do të fillojmë me të është çështja e qetësisë shpirtërore dhe kënaqësisë së brendshme, që këtë njerëz të kërkojnë. Shumica e njerëzve synojnë domosdoshmë që me gjetë një qetësi të brendshme, me ku i kënaqur njëri. Ku është kënaqësia reale? Kemë folur për këtë tema tjetër, por Ibn Qayyim rahimahullahu tash e bën me një rresht. Kënaqësia reale ku ekziston? Ku është ajo që e qeson njërin? Thot
Ibn Qayyim rahimahullah, unë po them rregulla, ai thot merr rregull, po unë po them rregulla. Thot rida sukunul qalbi tahta majal al-ahkam. Don rregull është qetësia shpirtërore dhe kënaqësia jetës është që zemra të qetësohet në ndikimin e dispozitave. Don a don qetësia dhe rahati, don trajnoje veten dhe udhëzoje veten që në raport me udhëzimet e fesë me koni qetë. As rezistencë, as kontestim, as kurrë. Sa më tepër pushon zemra në raport me dispozitat, aq më tepër ushqet kënaqësi. Kjo rregull është. Nuk është eksperiment, provoje, kjo rregull. Prandaj ku realisht është kënaqësia e njerit është në pajtimin e tij të plotë, të brendshëm dhe të jashtëm me udhëzimet e shpalljes. Për faktin se vijnë nga Allahu te barekotala. Nëse ti arrin ti je i qetë, se zemra nga njerë të razohet, nefsi ka njerë reziston, në part me ato që vjen nga udhëzimet e shpallës. Veçanërisht kur bie ndesh me interesat e saktuara materiale, personale, fsharake. Bie ndesh dikon edhe epsi ka rezistencë. Fuqia e rezistencës së epshit realisht e dobëson kënaqësinë, subhanallahu. Do sa është nefsi më rezistent në raport me udhëzimet e shariatit, realisht na kushton me humbjet e qetësisë shpirtërore dhe të kënaqësisë me jetën. Sa më tepër arrim me minimizu rezistencën e nefsit kashi dispozitave shariatike dhe të pushon zemra në ato udhëzime, aq më tepër rritet niveli i kënaqësisë. Kjo rregull e tashëm, njerëzit kanë studime, njerëzit bojnë hulumtime të shumta, qysh me qetësu shpirtin, qysh me arrit kënaqësinë. Ky me dy fjalë të thot, si rregull, si projekt, si angazhim është jetësor, është i gjatë, mirë po, që tu nëse punon, ti punon drejtim e duhur. Ka se të ndërozër, mundi është një anë, por me aqillu ku më mundu është një anë më rëndësishme. Se ka jenë gjendje me pagu mund sa dush, po nuk e din apo bën duhrën. Ti jenë gjendje me pagu sa dush, po nuk e din apo pagun ku duhet. Para më këtë ato investimi bën në fund të sukon këtu do të kujt tjetër për shembull. Nuk është gënimi se ke harxhu, po është gënimi është se ke humb kohë, e ke humb mund, e ke humb mundësi. Prandaj këtë pjesën e rezervave, kontestimit, hulumtimeve, ka mja majt, këtë ahjek. Ta shka mbetet një mund i vazhdueshëm që njeri ta gjenë qetësinë e vazhdueshme në udhëzimet e shariatit. Bile thot Ibn Qayyim me gjarë l'ahkam, ato qarkullojnë mbi ty, edhe çdo rregull që qarkullon mbi jetën tënde, me qarkullu pa turbulenca, me qarkullu i qetë. Se kare, kur qarkullon në dispozit, has në turbulenca në jetën tonë, nuk është bash qarkullimi i qetë. E sa më i qetë është qarkullimi i dispozitave shariatike në jetën tonë, aq më tepër qetësohet zemra jonë. Aq më tepër gjen prehje dhe qetësi kjo zemër. Kjo minimumi për dy arsye të ndërtuara. Arsyeja e parë është për shkak se zemra nuk qetësohet pas natë që është e vërtetë, për çka është kriju. Ndërsa nuk ka të vërtetë pas asaj që Allahu ka folë. E para. Dhe e dyta, kënaqësia është krijesa e Allahut. Apo a ka kriju Allahu kënaqësinë? Po, nuk është kënaqësia arritje e njerit, është krijesa e Allahut. E Allahu ja ka mundsuar njerëzve me përruçat kënaqësia. Bukuria është krijesa e Allahut. Allah ka shpërndar bukurinë mes njerëzve. Ti shkosh na di, gjysmë e saj ka dhënë Jusufit alayhis salam. Mos e kupton se 50%, po don shumë nga ajo që Allah ka kriju. Një merë bukuria si tërësi ka kriju Allah çdo bukuri. Edhe tash ja për robët ti nga kjo bukuri. Çdo kush dikush më bukur, dikush më pak, po nga çka bukuri që Allah ka krijuar, robët marrin në bazë asaj që Allahu ja u ndon. Apo. Çashtu është kënaqësia, çashtu është gjithçka. E krijuar është. Gjithçka është e krijuar pas Allahut dhe fjalës së tij, dhe emrave të tij dhe të cilësive të tij, ajo është e krijuar. Por këtë çka ka për tek kësaj është çka? Është krijesë. Edhe lumturia është krijesë. Është krijesë, kuptoja si krijesë. Për shembull, vdekja është krijesë. Po, edhe jeta është krijesë. Prandaj Allahu te barekalla e personifikon vdekjen ditë gjykimit në dashtëzi, ditë gjykimit apo të madh edhe therr. Edhe thot ya ahlal janna khuludun wala maut. Vdekja u pre, se ekziston vdekja mo. Nuk ka ekzistuar si krijesë e mëtëm. Vdekja u shkatru. Thot pejgamberi sa me therr, me leku edhe thirr. Allahu azza wa jalla o banor të xhenetit, përjetësi se s'ka vdekje mo, s'ka ka vjen, nuk ekziston vdekja mo. Edhe jo banor të xhenemit përjetësi se s'ka vdekje mo.
Do shikoj ka kriju Allahu xhel, dhe sa është krijes ekziston, njerëzit mundën me u prej nga ajo. Kur Allahu e pren vdekjen, është e shpall jo ekzistente, sundes njëri mos, se s'ka ka i vjen deka. Apo kuptoni? Edhe knacia që ashtu. Knacia që është rrezik i Allahut azza xhel. Ai ka kriju, i ndon njerëzve. Çuçi ka do frymën, çuçi ka do ujin, çuçi ka do bukën, i ndon edhe knacin. Pretimin dhe lumturinë. Prandaj, nëse ti je i kënaqur me Allahun, Allahu shpërblen e shekur, mirënjohësi dhe falëndërues shpërblen me knaci të zemrës edhe të qetësisë tonë. E mbi çfarë baze domthon garantohet knacia e Allahut? Mbi bazën e knacisë tonë dhe qetësisë tonë në raport me shpallën e Allahut te barekutaala. Kështu që njeriu duhet të trajnojë vetën e tij, vazhdimsi, me këto rregulla, me këto çështje, që zemra të qetësohet, qetë, pa turbulenca, tamam, domthon këndshëm, vlerëshëm dhe me një herë të jetësohen udhëzimet e shariatit. Çdo vonesë në zbatim nuk kupton një lloj pakënaqësie. Ashtu është. Do njëri kur domthon e vonon zbatimin e një urni, pse refuzon? Ose e mohon, ose domthon ka diçka që ja prish kënaqësinë, apo e s'është i kënaqur, ai s'e përmend ashtu. Nuk thotë nuk jam i kënaqur, se edhe se kjo është problematike për imanin e tij. Po nëse gjuha e të folrit nuk e thot, gjuha e gjendjes e thot, gjuha e reagimit e thot. Se ky njeri se njeri natyrshëm apo është i prirë që me zbatu ato që i ofron kënaqësi, me një herë. Njeri diçka që të ofron kënaqësi, njeri është i prirë me marr me një herë. Ato që s'ka këtë dhimbje, është i prirë me largu me një herë. Pra njeri nuk ka njeri normal, i se përshon ka dhimbje të mëdha, ka mundësi me i qetësu me një herë, thot po rri që se po pëlqen në një javë ditë apo. Kështu nuk bën njerëz sot apo. Po është i prirur që dhimbjen me largu me një herë. Sot ka mundësi. Dhe është i prirur që kënaqësinë me marr me një herë, mos më lë më vonë. Në momentin kur ti nuk e zbaton me një herë në urën caktuar që ty të përket, nuk largosh nga diçka që duhesh më largu, i bën që realisht ka diçka që po të kënaq më shumë se ç'kja. Jo me gjuhën tonë, po me gjendjen dhe me reagimin tonë. E përsa ka kështu, sa më shumë e vonon ti të kënaqurit, ma çka Allah ka kërkuar më kënaq, bënohet edhe kënaqësia në shpirtin tënd apo. Kjo rregull është rregull i artë, jetik për jetën tonë. Kënaqem me caktimin e Allahut, kënaqem me shpallën e Allahut azza xhel, realisht vjen kënaqësia, vjen qetësia shpirtërore dhe rahatia. Nuk ka imë në një tjetër meditim lidhur me rregulla që i përmend, thot الناس معذبون في الدنيا الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, njerëzit vuajnë këtë dunja, tash e kundërta e kënaqësisë, ky rregull i dytë. Njerëzit vuajnë në dunja për aq sa i japin rëndësi asaj. Don njeri nëse jap rëndësi dunjas, e cila realisht përkthehet me breng për te, kjo ka me sjell vujtje në mungesë të kësaj arritje. Diçka është normale, apo një vujtje, një mundim është normal, por nivelin e vuajtjes në dunja nuk ka me përcaktu rrethanat e sprovës, po ka me përcaktu niveli i brengës për humbjen e dunjas. Apo kuptoni rregullin? Don ti nuk mundesh me inal proces të jashtme. Dunjaja mungon, shtohet, vjen, largohet. Kjo çështje është e ditur. Njëri sprovohet me kamje, me skamje, me shëndet, me smundje, rrethana të ndryshme. Apo, por që këto procese që ndodhin në dunjë, me e prish qetësinë që e përmendëm dhe me e sill vuajtjen, ai që ka me përcaktu këtë është pikërisht njeriu, me brengën e tij që ka me shkaktu humbja e dunjas. Sa ma tepër brengosësh, për zbatimin e urdhit të Allahut, shpërblesh me qetësi dhe kënaqësi. Sa ma tepër brengosësh për dunja dhe humbjen e saj, shpërblesh me vuajtje dhe mërzi. Rregull. Prandaj Ibn Qayyim thotë me vend thotë dunja sa'a. Dunjaja është çast e momente, nuk ja vlen për të vuajtje dhe mërzi. Disa mërzi natyrshëm na binise, po ai thotë me boj jetën të tillë, me jetu në vujtje, apo realisht që dunjaja
me pas as indikimi që e përcakton kënaqësinë edhe vujtjen tonë. Nuk bën me a lejuar. Ajo që e përcakton vujtjen dhe mundimin tonë, dhe kënaqësinë tonë, dhe qetësinë tonë, dhe rahatinë tonë, dhe paratinë tonë, është një tjetër dimension, jo ai dunjas. Ajo është raporti me Allahun azh. Sa më tepër pakoq ky dimension indikimet në kënaqësinë tonë, rritet dimensioni i aspektit material. Sa më tepër rritet dimensioni material në jetën tonë, që shkakton brenga, që shkakton gale, që shkakton ngarkesa, përkthehet me vujtje dhe mundim. Se dunjaja është e tillë. Prandaj njëri, ka angazhimet e tij, ka mirë, të gjitha ato realisht duhet të ndërlidhen me Allahun te barekutaala. Për shembull, se njëri ka humbë diçka në dunjë, mërzia e tij në çfarë bazë ndërtohet? A për shkak të dunjas që ka humbë, apo për shkak të raportit që ka dobësu? Cila është apo? Edhe njëri në dunjë, për shembull, të vëllezër, për shembull, suksesi i njeriu, a matet mbi bazën e arritjes apo mbi bazën e adhurimit? Njëri ka arrit sukses në dunjë. Që ky sukses, për shembull, që ky sukses në kuptim të dunjas ka sjell arritje. Kuptim të adhurimit çka ka sjell? Valla pak zbeje, pak dobësim apo. Nuk ka sukses. Nuk ka sukses. Suksesi i cili i zbej raportet me Allahun te barekutaala dhe përkthehet me dobësim të komunikimit me të dhe adhurimit me të, realisht është sukses i kontestuar. Për njëri i cili ka arritje akademike, ka arritje për shembull ekonomike, ka arritje në rregull, kjo në dunjë është arritje. Po arritje që të kursen nga mundimet dhe vuajtjet, do të më qenë e shoqëruar me adhurimin. Adhurimi është ai që qetëson. Ndërsa suksesi i dunjas kur bëhet breng, realisht në vend që me të mbush kënaqësi, ai bëhet kandidat potencial me sjell vujtje dhe mundime. Kështu besimtari suksesin e mat me adhurim, nuk e mat me arritje të caktuara të dunjas. Për shkak të ndërvozën, kur thot pejgamberi sa yati an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Vjen pejgamber dhe gjykimit kërkush me të. Ky me gjitha standardet e dunjas është i dështuar. Kërkon s'ka rit me pru. Këto për shembull, këto për shembull në dunjë. Një njeri për shembull ka qenë biznes, asnjë klient si ka ardhur. Ka qenë parti, asnjë votë se ka marr. Për shembull ka qenë shkollë, asnjë nxënës nuk ka ardhur. Ka shkuar në shkollë, asnjë not mirë se ka marr. Ç'është me raket ato? Ç'është me raket? Në ky, se po e puna e pejgamberit nuk kon me qenë biznes, as klient me as parti. Me thirr njerëz. Ç'kjo kon misionet. Në çet mision tonin, realisht shikoni vëzni. Jo sionar shumë, jo, lejse ma'ahu ahad. Në formulim gjuhës arabe, kjo e bën që tamam pikërisht asnjë me vetë se ka pas. Ka nejtë nështë me përpara pejgamberit ka ndodhur më gjatë. Ka ndodhur më gjatë. Hajde bëhet minimumi ka rënë popull 40 vjet. Minimumi 50 vjet. Për 50 vjet mendin mesatare, për sa ka mund mendin popull vet. Mi thirr njerëz fe, në besim, me argumente, me fakte, me sinqeritet, edhe askush mos më u përgjigj. Me çfarë standardi thosh saj sukses? Vesh me një, me standardin e adhurimit. Ky njeri gjatë tan kohës Allahu na ka adhuruar. Përse? Për shkak se misioni i tij e ka ndërtuar mbi bazën e asaj që Allah e ka mësuar. A ka mundë ky pejgamber me dal nga binart e udhëtimit në emër të shtimit? A ka mujt? Ka mujt. Të kish dal pi binarëve të adhurimit, për shembull, a kish pasur dikush? Po, kish bë kompromis me ta caktuar, dikush i ardh. I pa pastaj suksesi i tij në numër, duke humb binart e adhurimit, a kështë me qenë sukses apo dështim? A kështë me qenë dështim, apo? Kështë i Ibn Rahimullah thot, dunjaja realisht, sa ma tepër e faktorizon njët tonë, dhe e bën standart të suksesit dunjan, jo atë parën, shëndërot në mundim dhe vujtje. Ma dhe ishe njerë sot, ata mund të kënë arrit shumë, po së rahat kanë mundime, dhjetë sot, domon shkalla e depresionit e mundimeve, kështë më radhe knasive formalet njerëzve, shumë tjera që njerëz janë të paknaqur. Për çfarë arsye? Për shkak se e kanë faktorizuar dunjan për te aso që meriton. Nuk po them që dunja nuk duhet me pas rëndësi. Po shpesh e gjejmë që njerëzit i japin rëndësi më tepër se që meriton. Sa më tepër i jap dunja rëndësi, më tepër se që meriton, ajo tash përkthehet në bardhë mundim. Rregull me këto. Rregull me. Sa më tepër e faktorizon dunjan në jetën tonë. Duke qenë se pak këto zbon, jap faktor.
Ja po më ne hapësirë në jetën tonë, më shumë se që meriton, realisht kreta ajo që ti më nëse bëhet kënaqësi është ndrohet në vuajtje dhe mundime. Kjo është rregull i rëndësishëm. Ai ti e din tash ku më orientu angazhimin tonë, brendën tonë dhe si me i rendit kuptimin e tyre në raport me suksesin dhe arritjen, me rregullin e parë dhe me rregullin e dytë. Ajo që të qetëson është zbatimi i urnit, jo humbja e dunjas. Ajo që të shqetëson është e para dhe jo e dyta. Na duhet me u aftësu dhe me u trajnu dhe me u mësu që qetësimi dhe shqetësimi, vujtja dhe kënaqësia dhe gjitha këtu realisht të sillen rreth sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe unë shumë. Çdo ditë më sill atë. Nërsa e tjetra na punojmë më angazhojmë për këtë, por jo ndarës për kësaj. Sa të nda dunjaja apo si projekt nga adhurimi i Allahut Azza wa Jall shndrohet në vujtje edhe në mundim. Nga se ajo është kriju me i shërby kësajna. Momentin kur shërtori apo rebelohet ndaj zotniut, është situatë jo normale, meriton dënim. Është normale. Për shkak se është rebelu, edhe ka prish rregullin. Prandaj nuk i ngon urnat, nuk zbaton ato çka duhet me zbatu, çka meriton ai? Dënimin është. Prandaj sa njeriu domthon e faktorizon shërtorin në dëm të zotniut, dënohet bashkë me nga ana e shërtorit. Se shërtori nuk dënohet, dunjoja vazhdon, po vetë shërtori e dënon për shkak se e ka faktorizuar më shumë se që duhet. Rregulli tjetër që e përmend Ibn rahimahullah këto të ndëllëzër që kisha më përmend është pak më i gjatë se këto dyja. Thotë Ibn rahimahullah, zamra lil qalbi 6 mawatin. Thotë zamra i ka 6 lokacione. Ka sillet, subhanallah. I ka studiu ka shkon zamra. Për shembull, kur do me li filonin thotë lëpe çto sillet, çto 3 lokacione, 5 lokacione apo. Jo që të kafe, ja është që të rrugë, ja që të shesh, ja të shkinjeri, zakonisht apo, kur të me lyp dikan, ti e din pravarësisht 90% ku mund me konë. Se i ka lokacion të e njohura ka lëvizje, zakonisht. E Ibn rahimahullah ka përcjell këtë gjendje. Me argumente, me përvoje, ka ardhur konkluz thotë zamra i ka 6 lokacione, lype. 3 ka të ulta që e nënçmojnë, dhe 3 ka të larta që e nderojnë. Ta këshire ti, a është zemra jote në lokacionet e poshtnimit e nënçmimit, apo zemrat e frekuentan lokacionet e nderimit edhe vlerësimit. Subhanallah, interesante. Thot, cilat janë 3 lokacionet e nënçmimit. Thot, fesafila, tulta, banale, që nuk duhet zemra këto me i frekuentu. Para më shanë njëtën me autoritet, një që ka dignitet, me pane për dëvanë, që të s'ka jemi e konë këto lopën. A thush është të, që të s'ka jemi e konë. është normale. Mos me konë të ashtë në delegacion, me s'ti përmenë në delegacion që është marrë me i përmenë. Me ti, për shamu, namazli, me atë pami, mu gjinë atë. Po, pëse nuk është vend ku ti duhet me frekuentu. E mirë, një qështu e trajton dikant pej njerëzve me dignitet, a e trajton zemrën. Me po me gjithë zemrën që të ka shëtë, ka jetë me konë këtu. Zemrën s'po me konë këtu. Zemrën nuk është për këtë vend. Kjo është lokacion që zemrën nuk po me frekuentu. E se të në këto 3 lokacione që zemrën nëse i frekuenton, po shnuat. Bije poshtë. Dhe sa ajo me konë ndërruar. Lokacioni i parë, thot Ibn Qayyim rahimahullah, është lokacioni i dunjas së zbukuruar. Në dunjaja i ka zbukurimet e veta, i ka joshet e veta, apo. Kush e frekuenton këtë pjesë? Nefsi. Apo, nefsi do në zbukurim, do në dunjad, nefsi këtë i frekuenton. Po zama me frekuentu këtë vene, për shembull, gjërat e stolisës të pruar, të panevojshme dunjas. Nuk i duhet zemrën të gjuatje. Pse? Për shkak se zemrën se bie në nivel të nefsit, apo e humb ambisin e lartë apo. Nëse zemra kënaqet me kënaqësitë e dunjas, nuk mund të më kënaqë me kënaqësitë e namazit apo. Për shkak se ka zëvendësu, përmbushet me gjëra të kota, përmbushet me gjëra që nuk i takojnë, po megjithatë përmbushet. Si njëri për shembull
Nëse han ushqim të ladh, edhe e lën ushqimin cilësor, ai le që ka dëmtu veten, po mas keqti është që e ka mush veten që kur të ofrohet ushqim, nuk mundet më. Andaj zemra nuk duhet me frekuentu në vene ku ka ekspozim dunjaje. Tash na ku të shkojmë ka ekspozim, po jo me këtë qëllim. Me shkojmë me për shkakun sa ka të mira, sa ka të bukura, sa po duket kjo. Zemra nuk bën me çit topën. Nuk bën zemra me ekspozu qëllimisht vendeve të stolisjeve dhe jushjeve. Qëllimisht. Veç për këtë qëllim. Jeni ka nevojë me dal, me kryen një punë rregullisht, se zemra është e mobilizuar, e ruan mirë e pështill, zemrën edhe del. Apo mirë po, qëllimisht me ekspozu dhe me këqyr cëra të tilla dhe me përjetu se me zemër këtë stolisje të dunjas është ulës me kamera. Zemra është e krijuar me i bë përshtypje stolisë të xhenetit, jo dunjas. Zemra, epshi po. Epshi do përshtypje kjo në rregull. Po epshi duhet me frenu se me shuaj tani nuk di munala. Prandaj vendi që dunjaja stoliset edhe ekspozohet edhe ofron njohës të saj, duhet me rujt që atë vend mos me e frekuentu zemra atë. Shikoj si po them, zemra mos me frekuentu. Sa ka pejgamberi për ata 7 vjet që janë të në një llat, çka ka thonë? Zemra ka të lidhur për xhamia. Xhami s'ka ekspozim të bukurive. Dunjas, apo xhami s'ka ekspozim të jusheve. Xhami ka adhurim. Dhe zemra do të më met atje. Aja me ty është kush ka ishte, po është e lidh dikun tjetër. Që ekspozimi i dunjas nuk i bën përshtypje. Andaj ruaje zemrën nga shira e dunjas. Se nëse depërton dunja në zemrën e njerit, vallë është problem. E tha nuk është lidhje a ka shumë a ka pak. Ka një mund të ketë shumë kuptim pasunis, po zemrën e ka në xhami. Ka njëri për shembull ka pak nga dunjaja, po zemrën e ka të ekspozuar lakmive apo jusheve të caktuara që realisht është një zemër që fragmenton në vene që veç e shton lakmin. Nuk i ka, i shtohet lakmia. Nuk i ka, i shtohet zilia ndaj atyre që ka. Vazhdimisht, ai vetë e ka ekspozuar zemrën smundjeve që kanë mi kushtu pastaj me adhurim te Allahu te barekuta. Do të zemra që çdo smund. Pika vjen lakmia. Pika vjen urrëtia. Pika vjen hasedi. Pika vjen. Pi dunjas së stolisur, zemra ka pa diçka, apo edhe pse se ka tash, reagimi që është reagimi është me udhëzimet e nefsit, inati, zilia, urrëtia e kësaj rreth. Ai thotë me kaimer Allah, vani i parë që zemra nuk bën me frekuentu nga se ul poshtë, është vani i ekspozimeve, dunjas, stolisjes së dunjas. Gjithashtu edhe zemra nuk duhet me frekuentu, edhe nuk duhet me i kushtu vëmendje për shpëritjeve të nefsit atë. Apo. Në zemra, çish kemi thënë komunikon me nefsin? Nga e përsia poshtë, që ta kemi bëjë qëta, apo. Ndërsa zemra nuk i ngan përshpëritje të nefsit. Se nefsi, realisht, i cili frekuenton vend të dunjas, nëse zemra nuk është atje, ja përcjell. Çështu ka, nëse bojmë, apo ja përcjell. Zemra mund me shpëtuar parës, apo mund me shpëtuar parës, mos më ekspozu, po nuk e shpëton dytës, i dëgjon përshpëritje të nefsit apo. E Allah ka përmend. Ma tuwaswisu bihi nafsu, Allah din çka nefsi i bën vezvese zemrës, i përshpërit. Çka të kishë pas të kishëm pas në faknacia një nefsi fol me zemrën. Andaj nëse zemra rrin, fragmenton vendet ku nefsi ekspozon dhe shpalos përvojat me dunjan, zemra smutet. Ja pse nuk kokon me dunjan apo? Apo kuptoni? Se nefsi lyp dunja, edhe ai tash i shpalos. Se lyp për kraje, lyp hapësirë. Nëse zemra frekuenton lokacionet kushtimisht ku nefsi tash man ligjërata për dunjan, zemra smutet. E thotë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe normal zemra nuk bën me leju që me kon e ekspozuar vezveseve të armikut. Lokacionet ku shejtani bën vezvesa, duhet më rujt. Ai gjun por e ka gjuksin që e mbron ato. E ledhi uesfi sufi, sudurin nas. Duhet shtizat e shejtan me përfundu të gjuksi, të parahyrja paradhome e zemrës. Ku zemrë i refuzon, i hudh, me bindjen e Allahun që ka, me qetësin që cekon fillim, apo me përkushtimin dhe ahiretit, i refuzon dhe i njëran. Nëse zemra, dhe më thonë, këthejet ka këto vezvese, edhe shikon mundësin me qenë të mire e të këndshme, veç shqyrtimi i vezveseve është humbje.
Jo pranimi, veç shqyrtimi i vezvese është humbje. Andaj Ibn Qayyim thot, zemra mund çto lokacion me frekuentu, mund çto çështje me shqyrtu. Veç shqyrtimi është rënje. Veç shqyrtimi rënje. Për shembull, të vëllezër, merrni jetën për dëshmon. Në një ta ka vënë një ofertë me vjedh në lokal. Kallaja është apo. Unë kam qesin këna mikën e bafut. Ta ktheni përgjigjen sabah. Veç shqyrtimi është në çmim apo. Atë sabah kimë shkuj, kurse bëj ti ke normal, normal po. Ama vepse ke pranuar me shqyrtuni kërkesë till, tult. Haram është në çmim apo. A çështu? Ose çka do tjera pi haram apo. Që reagimi është reagimi i sutasëm, kella, kor, absolutisht. Inna rabbi, Zoti jam është ai që ka kush, dhe reagimi i sutasëm. S'ka thonë për shkakun mirë, të mënej këtë punë, zi që po të më bua, ja, s'ka me mënu. Përndaj, që kjo është e zemra e qetë, e cila reagimin e kotë fuqishëm. E ka të shpejt, tjetë se këm më fillajmë atje. Nëse zemra ka vënesa në përgjigje, është në venin e ullët, së shku duhet, apo, për që ata po vënohet. Se sigur këse me qenë në nivelin e nalt, reagimi i saj do të ishte shumë i shpejtë. Çdo vonesë në përgjigje të përshpëritjeve të nefsës së shejtanit është treguar se zemra është në lokal dikun ku nuk u dosh me kona apo. Po frekuenton dikun po rrin, me dikon po rrin që nuk do më najt apo. Nuk duhet më najt. Pra këtu janë 3 lokacione po i qyj kështu ose 3 anë që zemra as mi shqyrtu nuk duhet. Lemo me diskutu për to ose mi pranuar. Për shkak se këto janë në çmën e përbuzën. Dërsa thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thot fahadi mawatun al-ruh. Këto janë pjesë të nefsit, që nefsi këto sillet apo, po jo zemra. Në çeto sana shpirtet e njerëzve. Shpirtet e njerëzve çeto fluturojnë, çeto sillen. Zakonisht çeto ultësira i frekuentojnë, mbi to fluturojnë apo. Dërsa thot wa thalathatu al-aliya, e ato të naltat. Ku fluturojnë ata me ambicie të nalta, zemra që fluturon veç, nefsi sa të shkon apo. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, ilmun yatabayyanu la. Zemra gjithmonë synon një dije që ja qartëson sanat. Në këtë pedi po dua la qartësim, këtë pedi po la qartësim. Apo në kërkesa e qartësimit të së vërtetës përmes dijes së dur është tërheqje e vazhdueshme e deklarasive. A është e qartë? Unë e kuptova mirë. A ka hapësirë hala me kuptu? Po ka. A ka hapësirë me kuptu? Zemra kur nuk bëhet rahat me sqarimin. Jo për shkak se ka dilema dhe ka vezvese, por don me pasuru sqarimin në vazhdimsi për me ashtu bindjen. Shembull për këtë, për shembull Ibrahim alayhis salam. A ka ditë që Allah komë edhe s'ka këtu kur fort dyshimi kush po çka sqarom hala më shumë. Sa më të më bësh më qartë veç më mirë kam për mua apo. Allah i ka thonë ti as po besona? Kam kella. Unë po besoj, walakin liyatma bala unë po besoj, po walakin liyatma'inna qalbi. Ama të më qetësot zemra. E zemra e qetë ka nivele ato. Prandaj të ndërvozër, zemra kërkon qartësime të vazhdueshme. Për ata nuk zemra që mjaftohet me një ligjërat, pa ligjërat, mjaftohet me do të kaluara, nuk ka zemër që shkon nalt. Për shkak se realisht hiç asnjë shrim vëllai. Informata që i ke marrë me një kohë, me nejt statike, që ashtot, hiq pa u harru, pa u sfidu, pa u rreziku, pa u shtu tjerat, anë nuk mjaftojnë. E paramëna për shembull mes asaj që ka ngut kaluarën, për një adhurim të zemrës, për një emër të Allahut, për një çështje caktuar apo sa e ka dobësu dunjaja, sa e ka dobësu nefsi, sa e ka dobësu kjo apo që ka nevojë për shtim të vazhdueshëm. Atë një zemër s'la dën nalt me shku, kur s'mjaftohet për shembull me një herë me dëgju për emrin Allahut Ar-Rahman Ar-Rahim, ja, gjithmonë. Për emrin, për pejgamberin, për sirën, për dispozitat, për namazin, gjithmonë. Andaj zemra tërhiqet, zemra dur tërhiqet dhe joshet ka sqarimi, ka kthjellësimi, ka shtimi i bindjes. Ndije. Fillimisht për dijen e ahiretit dhe që te Allah afron, po dhe dijen e dunjas. Dijen e dunjas. Do më tepër me kuptu, do të më tepër më sqaru, se nga që sa më tepër sqarohet dija e dunjas, realisht e lidh me Allahun te barekuta për shkak se Allahu xhallahu ala edhe dijen e dunjas e ka vënë argument për Allahun xhallahu ala dhe afrimin me ta. Po që është gjithmonë në kërkim të dijes dhe në kërkim dhe në shtim të sqarimit vazhdueshëm që ja kthjell gjërat më mirë dhe ja shtombin më tepër. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim rahimahullah, e dyta që zemra duhet të jetë mosil,
Thot, domthon atje tham nuk duhet me ngu nefsin. Aty ku nefsi, don ka zemra nuk shkon atë lokacin, nuk shkon atë ders. Në çfarë do të shkon? Thot aqlun yurshiduhu. Një mendje e pastër që e udhëzon. Po zemra ka qef me komuniku me një mendje të pastër. Me një mendje të shëndosh. Qase mendja të vëz i ndihmon zemrës në këndellin edhe kuptimin e gjërave. Prandaj nëse njëri e ruan zemrën edhe mendjen nga nefsi, komunikimi i zemrës me mendjen, me logjikën bëhet i shëndetshëm dhe në favor të pastrimit të zemrës. Momenti kur mendja e njeriu dhe logjika e tij bën peng të nefsit, apo ato dyja pastaj e dobësojnë zemrën. Për këtë arsye sot shënjerë që kanë dije, kanë informata, por se kanë të prodhuar nga mendja e pastër, andaj e ndytin zemrën me mosbesim, për shkak të ndikimit të nefsit fatkeqësisht. Edhe thot e treta që duhet mos il, thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa ilahun ya'budu. Domthon frekuenton në të gjitha vendet ku Allahu adhurohet. Ku ka adhurim, ku ka kënaqësi të Allahut, që atje është zemra e tij. Te vendet e adhurimit. Ligjërat, dhikr, namaz me xhamat, çka do kofta. Nuk kjo është realisht pjesa e tretë ku thot Ibn Qayyim rahimahullah çarkullon dhe frekuenton një zemre e duhur apo. Thot andaj wal qulubu jawala fi hadhihi al-mawatin. Në tri vende kalume, thot shpirtat e njerëzve çarkullojnë. Në këto tri zemrat e pastërta frekuentojnë. Anti zgjedhë cilën kimë e marr, cila ka më qenë pjesa ku rresht e frekuenton edhe e viziton edhe lëviz në to zemrat e tri përballë tri apo. Mendoj që është shumë praktike, shumë domethënë se shumë konkrete edhe si rregull që ta kuptosh tash se me përcjell gjendën e zemrës tonë realisht ku po rrin, me kënd po rrin, ka po shkon dhe a është në drejtimin e duhur, domthonë ndërtimi dhe formimi dhe pastrimi i zemrës tonë. Një tjetër rregull që mund të lidhet me këtë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, dy sene i përmend më rëndësishëm që realisht janë baza e çdo shkatërimi. Në çdo dështim, çdo humbje njëri që e ka në jetë, interesant, sa ka raste, sa ka situata të humbjeve të dështimit të njëri në jetë, Ibn Qayyim rahimahullah i kthen te dy faktorë kryesorë. To çta kryesor, çta nëse mundesh me hjek, do an ti realisht i kursyer nga shkatrimet dhe rënimet dhe prishet serioze. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, ittiba'u al-hawa wa tul al-amal maddatu kulli fasad. Domethënë bërthama, madde është materia, bërthama e çdo fesadi, çdo prishje, çdo shkatrimi, çdo humbje, e gjithçka thot është dy. Pasimi i epshit dhe shpresa e gjatë, kismet, komo bon, gjata. Po. Sa më tepër jep hapësirë epshit, dhe sa më tepër i shtyn sene se ka kohë, realisht këto janë dy faktorë kryesorë që të prishin thot. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot fa inna ittiba' al-hawa yu'mi an al-haq ma'rifatan wa qasdan. Shumë di kjo vallai rregull atë që thon paroj ndoshta në të libër mos përshkruaj. Thot pasimi i epshit të verbron në raport me kërkimin e vërtetës. Nuk mund të më kërkoj. Në çfarë aspekt të verbron? Në aspektin e njohjes dhe në aspektin e kërkimit. Pasimi i epshit të privon nga njohja e vërtetës dhe të privon nga ndjekja e vërtetës. Ka mundsi e një apo nuk e ndjek, ka mundsi as nuk e një. Pasimi i epshit. Edhe këtë kemi në surën Al-Fatiha. Ghayril maghdubi alehim wala ad-dallin. Maghdubi alehim kush janë? Ata që janë privuar nga pasimi i vërtetës, pse ka njoft. Wala ad-dallin, ata që janë privuar nga njohja e vërtetës, pastaj edhe nga pasimi i saj. E rruga e duhur ihdina sirata al-mustaqim është sirata alladhina an'amta alehim, ato që ke begatu me çka ke begatu me besim e udhëzim e zemër të pastër, jo pasim të epshit. Dhe pasimi i epshit gjithmonë të kushton me humbjen e vërtetë. Pak shumë kjo të shkart. Pasari jep hapësirë epshit, interesit personal në dëm të pasimit të argumentit, gjithmonë ka më të kushtuar me humbje të vërtetës. Ose në aspektin e njohjes, nuk mund të njohë të vërtetën. Ose në aspektin e pasimit të saj. Dhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ndërsa tul amal, nëse shpresa e gjatë, ka kohë, deka, jeta e kështu me radhë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, kjo ta bën me haru ahiretin dhe përgatitjen për ta.
Domthonë realisht fesadi ku është kryesorja? Ku është, cila është humbja më e madhe? Mungesa e njohjes së të vërtetës dhe mos prezenca e ahiret një të njëjtën. No sa ma pak e njohim të vërtetën, jemi në humbje. Sa ma pak ka prezencë të ahiret një të tonë, kuptim të përgatitjes dhe rikujtimit, ne jemi në humbje. A rregull kë? Që një të tonë? Sa ka prezencë ahireti në kuptim të përgatitjes, kuptim të rikujtimit, kuptim të më thonë paramendimit aso që ka mendohet, të jetësimit aso që ka mendohet, të jenë rresht në ndërtim e sipër. Sa kjo është e shmangur nga jeta jonë, të jenë në rënim e sipër. Gjithashtu edhe me të vërtetën. Gjithashtu Ibn Qayyim në një rregull tjetër thotë kur flet për sidkun. Sidku është nga adhurimet më të rëndësishme të zemrës. Sidk me qenë i vërtet. Se e kundërta e sidkut është gënjeshtra. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ankabut. Allahu ka më dalluar ata që janë sadiqin të vërtet, wala ya'lamanna al-kadhibin. Edhe ka më ditë gënjeshtarët apo. Me sprova të caktuara. Andaj duhet sidku. Do të më qenë i vërtet gjithmonë. Në fjalët e tij, në sjelljet e tij, sidku me kuptimet e veta. Ibn Qayyim rahimahullah thotë, nuk e ka nuhat erën e sidkut. Jo me profesor sidkut, po thot Ibn Qayyim rahimahullah, nuk e ka nuhat erën e sidkut ai që i bën lajka vetes apo tjerëve. Çuçi bën lajka vetes? E din që ka gabim, e din që ka lëshim, apo fillon me justifiku, me arsyetu, me bën lajka. Po na, po koha, po këta, po kismet, po një kam do. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, sa më shumë i bën lajka nefsit, se me nefsin qërët me konë, e janë, nefsi sa gjendje i ka? Ha? Nefsi ka 3 gjendje. Apo? Inë nefse le emmaratun bisu, urnën për të keqe. Nefsi din aqë me u fuqizu dhe me konë dominant, sa që ta është edhe jep una, banë, emmara. Ka arë në superlativ emmara bisu, dhe në snale të urnu, që ka s'ka thonë thirë mo, emmara, emër, urnën për të keqe. Ka janë të dominuar nga jepshi, nga nefsi ato. Ka nefsu lewame, që qërtan, pse e bune, qërtan, edhe ka nefs, ja e jetu e nefsu lë mutmainne, e qetë, e ka situatën kontrol të zemra, edhe aty, vepron si unëve të sabtën. E njeri, për shambull, minimumin e nefsi që du të me pasë është lewame, qërtus. S'paku mas me lon, me u pajtu me gjendjen, me bashkjetu me të keqen, me e normalizu të keqen, s'ban. Nga se kjo vije për mes lajkave. I bën lajka vetës, i arsyeton gjendjen, justifikon. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, as erën e sidkut se ka një, qaj që i bën lajka vetës. Ai që nuk e qërton vetën, ai që nuk ka vet llogari, ai që nuk ka, siç kemi thënë edhe izolim ka paskashëm, në të dhebun ka e nisë. Që shpëton me rritu, që shpëton me bukët, ku është Kurani, ku është kjo, Ramazani po vjen, ku përgatitja, ku është rezideti, ku është kjo, a që s'ka kësi qasje, sadik me Allah, i vërtet me Allah në të bare këtola, se dënë më ngrit, dënë më arrit, i bën lajka, e ai që bën lajka, erën e sitë këtë se ka njërë. Edhe i bën lajka tjerëve. Të tjerëve ka të përshërim, mas pari, rreth në dur, se dikuj du të më bën lajka, në kuptim pozër sa më rrujt për shirretina, s'po flasë për këtë pjesë, apo, dikuj sa më rrujt për shirreti, s'kiqani pa i bëj ka pak lajka, caktuara mrena kornizave të së lejuarës. Për shembull të vëllezër, Ibn Qayyim flet për neve. Apo, ne s'bëni bu lajka vetë sonë. Po, mirë, Allah i rujt, mashallah. Jo na duhet të pas një çështje më kritike karshi njërin tjetër. Jo të nënçmimet e të përbuzës, po kritike konstruktive për më ngrit. Nëse shohim mungesën e dikujt namaz me xhamat, në Kur'an ngjeshje, në ligjërat ngjeshje, çfarë është reagimi juaj atë? A kime pas vllaznit sinqert apo vllaznit gënjeshtër? Nëse e lëm që të njëri me sharrua me hu për kështë më radhë, nuk kemi të vërtetna. Nuk kemi në ato që ka themi innamal mu'minun ikhwa, jo vllazni. Ku vllazni lëku? Ti pëlën për shemb me dy si po shkon e po bën ku është? Po valla ku më thon? Po nëse ti si thu, ose kush ka më thon? A dhe nuk bëna me instalu të vëzën në mesin ton, vallahi politika lajkatare. Me vetes me bu mosisi politikat me vetë. Me lajka, me mashtrime, nuk bën kështu. Nuk bën. Po Ibn Qayyim rahimullah thot Ibn Taymi na ka thënë letër pi burgu na ka thonë kërkoi halal për sjellën nga njëra ndoshta jo duhet raport juve me fjalë, por thot dora, domthonë nëse nuk e fërkon që duhet dorën tjetër, nuk pastrohet kurrë ato.
Andaj ke pa për më pasur dy durt, kërkon pak një falloj force ka njerë, ka pak një falloj shtrëngimi. Nuk pasurohet dura me përgdhelje, s'pasurohet kur ato. Andaj na ka njerë kimi do njolla që për të pastruar kërkon një falloj shtrëngimi, kërkon një falloj fërkimi pak më të fuqishëm. Jo arrogante të dënshëm, po një farë qasje pak më insistuese, pak një qasje më të vazhdueshme, apo për shkak se vëllai ato. Andaj unë pesha që në xhamat ton fatkeqësisht ka filluar kënd ndjenja e këshillës me hub. Gjithë kur punë të veta, interesin e vet, me kod gat nuk e sheh, me kod gat, ndoshta e sheh diku tjetër, edhe si thotë, ku më thon, ku ti thot, ai thotë çapo përzihesh. Kjo jep me kuptuar që nuk ka vëllazëllëk sinqert. Nuk ka. Vëllazëllëku i sinqert në kupton këshill sinqert, kujdes sinqert, nejt sinqert. E ai thotë më kaim Allah. Ai që domon i bën lajka tjetrit, erën në sitku se kanë jemi. Erën në sitku çfarë kuptimi? Sitku të vërtetësisë në vëllazëllëk, vërtetësisë në raporte. Ne edhim shumë mirë ndërkohë se në shumë raste, domethënë cilësia e raporteve mes vete përcakton cilësinë e raporteve me Allahun xhallahu ala. A është kështu? Sa ka ditë nëse kështu me Allahun. Cilësia e raporteve mes nesh përcakton dhe tregon më së madhe kanë cilësinë e raporteve tona mes njëri tjetrit apo. Përmanë sa rregulla tjera, përmanë edhe një rregull të fundit për këto, nështë të fundit para fundit sa të kemi ku mirë. E përmanë në zemrën ku duhet me frekuentu, apo të në lëzër. Zemra për të frekuentu vendet e duhra, i duhet forcë, apo, i duhet ambicie, i duhet vullnet me shty për para. E me që e përmanëm lokacionit ku zemra frekuenton, tash është një rregull, dhe me thonë, që në mësën qysh ushqet vullneti. Nëse rregulli kalum është qysh orientohet zemra, tash ky rregull thotë qysh ushqet vullneti. Qysh ushqet vullnetin për me jep forcë zemrës e ajo të frekuenton edhe të qarkullon në lartësira e jo në ultësira. Në alt e jo poshtë. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot ambicet e nalta vazhdimisht sillen rreth 3 gjërave kryesore. Rregull spona, çka ka punë. Çto janë 3 sene ku e gjon ambicën. Çto është ambicia? Çto është vullneti atë? Sa janë këto 3, thot Ibn Qayyim rahimahullah. Ambicia, do të thonë, e njërit ushqehet me përpjekjen e vazhdueshme për me i njoft punët e mira, me të cilën njohje shtohet dashuria për to dhe vullneti. Njëri varësisht çka kërkon, çaj edhe vën përshtypje. Pra ke pa njëri për shembull ka hobi ose ka llojmanie që thonë për punë caktuar apo. Për shembull, nëse njëri është për shembull kushtimisht i dhonën shumë mas kerrave. Kushtimisht apo. Ai sa për shembull të shet që një kerr ka dalë me një zbulim, ka dalë me diçka tre apo. Kjo jashtë disponimin, jashtë kënaqësinë, jashtë vullnetin, për me vazhdu tutje me pasën e tjera apo e ndërpren kjo. Jo, ato mund me ndërprej për shembull nga kërkimi, për shembull kur s'ka diçka tre, këto pidi apo. Ama sa argjon diçka tre, kjo është me orë, pse gjeta diçka, lyp pa këto, shkova këto. Se kjo tash i jap vullnet, i jap kënaqësi, pse po gjej diçka të re. Nëse ambicia dur, do në ato çka kërkon, sa më shumë gjon treja, i shtohet vullneti dhe dashnia për me lyp më shumë. Për të arsye të vëllezër, ata që thonë për shembull se leximi i jetës së selefit, sahabeve, apo për shembull, kanë mund të jenë dekorues gabim me kanë. Se s'kan çështë dur. Ti ai don sahabet, a don çka kanë ata, a don selefin, a don çka kanë ata. Nuk ka kush me ku njësi ata. Po ti sa lezon për ta, çfarë çka ka bëu më këtu, so dashnia. Edhe në rast rrezë, çfarë këta tjetër, pse ti vazhdimisht gjen diçka treta ata që s'e ke ditë. Sa gjen diçka tre, që kanë kuptuar një udhëzim, që kanë zbatuar një adhurim, që kanë bënë një përkushtim, një sakrificë, ti të shtohet dashnia për ta dhe dashnia për mëzu për ta, edhe vullneti për konsi ata. Që kjo është reagim normal. Që to thotë me kemi ushqet ambicia. Meqenëse me njerëz ambicioz që gjithmonë të jap diçka tre. Me njerëz që kur s'ka çamë të jap, gjithë e kanë njëjtën, shkon duke u
Zbej vullneti, është normal. Merren jetë përditshme. S'ka diçka të re, thon. S'kan me dy njerëz që ky për shembull teknologji 3. Për cilë çka ka 3. Ka dyqan të bërë, ka s'kan 2 jo, pse s'kesh një herë kurrë, ku desa të vjen ato, apo s'ka çka pan. Ama më bëmë shtyvën dyqan jashtë dikon kusht gjithçka të reja, le një javë s'del pi aty thon. Se gjithmonë ka çka me gjetë 3. Se ai shpirti që ato 3 të lyp thon. E shpirti sa 3 lyp thon. Zamërëte. Sa janë ato 3-at? Cilësit, veprimet, angazhimet, sakrificat, përpjekjet e reja që janë një përvojë e re për ty që bëjnë përshtypje. Cilat janë? Që kjo është me kamera. Çto nëse ti të çto të përshtypje. Zemra tani normal që shkon lart, shkon poshtë. Zemra kërkon gjithmonë manalt. Po kanalizu për do që kanë bu Kur'an hatën një muj. Që pas ka një javë, që ka bu, pas ka 3 ditë, pas ka natë për natë, pas ka 2 herë në ditë, ishte më shafiu në Ramazan. Apo çdo zbulim i ri është për ty përshtypje, nuk është dekorim. Po them, se edhe teknologjinë nuk do më keq ka dalë reja blen. Ai se blen, pa i gëzohet veç i ka dal, veç i ka një zbulim gëzohet atë. Ja na i gëzohemi. Çdo sakrificë, çdo adhurime që na lexojmë na i gëzohemi. Pse? Pse krefrës kanë zemrën, shton vullnetin. Edhe lëviz nga pozicioni. Nëse ne në këtë pozicion na bëmë koma përpara. Jo sa ka shkuaj. Po në raport me neve na ecën përpara. Na lëvizëm apo. Andaj na kërkojmë diçka që na lëviz. E çka të lëviz? Gjithmonë njohuritë e reja për punë të mira, për cilësitë e dobishme, për vlerat e larta, që ta shtojnë dashninë e ta shtojnë interesimin ato. Thotë Ibn Rahimullah, gjithashtu çështja e tretë, çështja e dytë, që nxit ambicie dhe vullnet në punë të mira është, domethënë, vrojtimi i vërtetueshëm i begative që Allahu t'i ka dhënë, thotë nga se me këtë shtohet falërimi dhe adhurimi ato. Jo normalizimi i begative, po sa më tepër ti vrojton zemra, apo zemra i vërtetën begati që Allah këta më ka dhënë këto. Ti falë rëqate. Që Allah, elhamdulillah, po. Që kjo është, që shumë vullneti. Vullneti është në vrojtimi begative. Jo normalizimi begative. Dhe e treta, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, rikujtimi dhe meditimi i mëkateve, thotë, jashton robën vazhdimsi, domethënë nevojën për tëube dhe për ulje dhe frikën e Allahut te barekutaala. Dhe kjo është ambicie e lartë. Ambicie e lartë. Prandaj mendimi i njerit ka do të më rrejë të njohurit e reja për sakrificat dhe për punë të mira. Mos sillte vrotimi begative, çam ka pa Allahu, edhe tek çka kumbone për Allahun te barekutaala. Këto 3 gjendje sillin gjendje që realisht nuk mund të arrihen pa vullnet. Kush e provokon vullnetin? Ç'ky meditim? Ç'ky vrojtim? I provokon vullnetin dhe ambicet. E zemra vrapon pas ti vullneti, pas ti pas soj ambicie. Me këtë ngritet edhe largohet nga vendet që nuk duhet me konë atje. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, nëse nuk lëvizin çdo tria. Shikoj e patëm atje 3 këto 3. 3 ku duhet me konë, 3 që duhet me orientu në për to. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, nëse vullneti i njeriut, madje edhe brenga e tij, lidhet për diçka nën kët. Shikoj, nën kët çka komi sill. Ne pam, nëse jemi vazhdimisht të angazhuar në njohuri të reja, çka ka bëu dikush, vlera të mira, punë të mira, apo shton dashninë dhe vullnetin. Nëse vrojtojmë begatit në vazhdimsi dhe i kujtojmë shtohet falërimi dhe adhurimi. Nëse vrojtojmë mëkatet tona shtohet pendimi dhe nështrimi, apo gjithmonë një ky shkak e ka këtë pasojë. Ky veprim e ka këtë reagim, të trijet. E nëse bim në këtë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, cila është pasoja? Thotë atëherë mushët zemra me vezvese dhe mendime të këqija. Se e ke zbrazur. Dhe kur dikush ka mendime të këqija, ka kështu ato mund më kanë si ngacmime, po njëherë me poshtu i mendimet, tuli fa mendime kom pse? Për shkak se realisht nuk është i orientuar ku duhet. E mesh nuk është i orientuar ku duhet, atëherë e orienton nefsi ose shejtani në ultësirat e vezveseve edhe mendimeve jo të mira aftën. Prandaj besimtari është në betejë të vazhdueshme. E kemi thënë këtë sfera të nazar. Dunjaja të imponon lëvizje të caktuar me shpejtësi të caktuar. Nëse nuk e respekton çfarë shpejtësi ti ke marrë, nisi kur çështja e aeroplanit apo ton. Nëse nuk lëviz në lartësinë me çfarë shpejtësi apo ton, ai nuk ka mundësi me lëviz në lart me shpejtësinë e tokës. Apo, unë për shembull, ai në përgut diçka burrë sa përgut. 80 në pse çka. S'ban. Sa i bjen, nuk e man në atë pas shpejtësi apo ton.
Nuk e man pas lartësia, nuk thot ç'a më qiu për shembull 10.000 metra apo 2.000 bada ashtu. Nuk mundet. Se përplaset i komponoj bjeshk ose e godasin turbulencë e hatashme. Dini rregullat e fluturimit apo. Ka rregulla që ata i kanë zbuluar edhe kanë ligj caktuar. Duhet çka shpejtësi, duhet çka ngritje, çto koordinata, çka lëvizje përmes. Nuk respekton bjen. Edhe këtu mendimi. I ka çto koordinata, e ka çet lëvizje, e ka çet ndalësi. Nuk ngritet bjen. E kur bjen, çka bëhet? Shkatërrohet nga vezvestet, shkatërrohet nga mendimet e këqija, shkatërrohet nga gjithçka. Gjithçka çka si bjen mend ata. Ku po të bjen mend vëlla kjo punë ata. Po të bjen mend ose s'po bjen mend kjo ata. Andaj ne duhet që të më punojmë. Zemrën me fragmentuar në lokacionet e kërkuara dhe vullnetin dhe ambicin me ushqy në vendet e caktuara. Nëse vullneti dhe zemra realisht ushqen me atë që duhet, besimtari i ka kuptuar rregullat e lojës. Edhe gjithmonë ka me fituar. Sa nuk i respekton rregullat e lojës, ai ka me hub. Edhe për fund mendoj që një rregull praktik shkurt për përmendje, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, me ç'është krejt kjo nështë e ndëridhë, nështë me udhëtimin, me lëvizje që i përmena, du me ndëridhë që të fundit me qëtë pjesë, të mëhonë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, innama yuqta'u safar wa yasulu al-musafir. Thotë, distancat kalohen, ti ki distancë me kalu, pi këtuhet ki me shku në distancë, apo, ki me kalu në distancë. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, distancat kalohen, dhe udhëtari arrin me dy senatën. Thot, duke qëndruar besnik rrugës edhe duke shfrytzuar natën. Thot, nëse nuk i qëndron besnik rrugës edhe nuk u thon natën kur mrin, apo nga se ku është e kufizuar. Nëse thot për shembull unë vetë kur ka ditë udhtoj, natën unë flajse sotoj, apo nëse e përgjysmon kohën e arritjes, nëse ai ka me çat kohë 24 orë ka problem me mri, apo kur ka me mri, apo s'ka problem me mri. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, fa idha hada al-musafir an at-tariq, nëse largohet nga rruga, po nana pak çto, po dal çto, mos del çdo dushmën rrugë Allahut, se dal për rrugës tojnë e gërziat e shkëtinës apo. Nëse nuk rrin rruga ndriçuar që nuk rrin çat rrugë. Thot wa nama al-layla kulli, tan natën flan nuk u thon. Natën do të thosë udhimi natës është më i shpejtë se ditës apo. Apo thot famata yasru ila maqsadi, kur ta merr ky mrin qëllimin e vet. Sëmërinë. Andaj kërkohet me nejnë rrugë edhe jo gjithë natën me flajtë. Po me da natën pjesë saktura për udhëtim edhe për meditim, nga se është natë e qetë edhe është mundësi e mirë me këqyrë ku është zemra dhe ku është vullneti dhe ku është ambicia. Andaj menaj që qështu përmbledhen qëto që i përmena deri më tani në aspektin praktik dhe të organizimit të duhur të vetës tonë në kuptimin e brendshëm, po edhe në aspektin e jashtëm. Allah në udhëzoft, në përmirësot zemrat, mendjen, në Allah është vullnet ambicie që të vizim në lartësira gjithmonë, vazhdimisht deri në Firdaus. Kash për këtë pjesë, Allah është përrejft, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.